Rezultatet e Shqipërisë sipas kualifikimit në Europian kanë lënë për të dëshiruar dhe pjesëmarrja në Ligën e Kombeve dhe kualifikueset e Botrorit 2026 kanë kthyer përsëri një imazh jo të mirë të kuqezimve, paraqitje që reflektohen edhe në renditjen e FIFA-s, e cila me përdiqësimet të ndeshjeve të fundit në dritaren e qershorit regjistron një tjetër rënje të kuqezimve. Pas barazimeve me Serbinë dhe Letoninë, kuqezinë kanë rëshitur përsëri në klasifikimin botror duke humbur 2 vende për të mbajtur tashmë vendin e 68 në renditjen e FIFA-s, një rënje graduale që ka filluar që pas kualifikimit në Europian dhe që tashmë e sheh Shqipërinë pas 2 vitesh e gjysmë të kthehet në pozicionin ku ishte kur drejtimin e saj e mori braziliani Silvinho. Gjatë drejtimit të tij, Shqipëria arriti maksimumin me vendin e 59, por më pas filloi rrëshitjen e ngadaltë përsëri, një trend që duket se është e vështirë të ndryshojë në të ardhmen e afërt, ndryshe nga përfaqësueset të tjera rajonale që kanë filluar të bëjnë hapa para, si në rastin e Maqedonisë së Veriut, e cila aktualisht është në vendin e 63 në botë, teksa ka fituar 4 pozicione në muajin e fundit. Dhe ndërsa Shqipëria bie, Kosova vazhdon të ngjit shkallët në renditje duke vendosur rekordin e ri të saj në këtë klasifikim. Tashmë dardanët e shohin veten në vendin e 95 në klasifikimin e FIFA-s, duke përmirësuar me 2 vende pozicionimin e mëparshëm.